Në Galerinë e Artit Digjital në Korçë, nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi organizuan një aktivitet veçantë kushtuar poetit të madh Lazgush Poradeci, duke ndërthurur artin me teknologjinë moderne. E veçanta e këtij omazhi ishte paraqitja e poetit në formë hologrami, ide dhe realizimi i 12 vjeçarit Deon Gjoka. Unë këtë e kam krijuar me anë të inteligjencës artificiale, e cila tregon historinë e Lazgush Poradecit, gjithashtu edhe nga veprat më të bukura të tij. Unë kam shumë pasion teknologjinë dhe mendoj të vazhdoj në këtë fushë edhe kur të rritem. Inteligjenca artificiale, siç është futur në jetën tonë të përditshme, besoj që do të bëhet pjesë e përditshmërisë edhe për ne, kështu që ne duhet ta pranojmë sepse sjell vërtet gjëra të bukura. E pranishme në aktivitet, Maria Gusho falenderoi nxënësit për nderimin që i bën figurës së teatrit dhe njoftoi se së shpejti do të publikohen botime të reja. Akoma presim letërkombime të reja, akoma presim ditarin e babit tim, akoma presim një botim që u po e përgatis me inteligjencë artificiale, që po punoj vetë, që ta përgatis me inteligjencë artificiale, ku do t'jeti pajisur me analistë të poezive të babit tim, që mendoj do t'jetë shumë i nevojshëm për shkollat. Aktiviteti u shoqërua me interpretime poetike nga nxënësit. Poezitë e tij kanë një vlerë aq të madhe edhe sot dhe ne donim që të tregonim që brezi i ri sot e kësaj dite ende i vlerëson ato vepra. Perëndimi i vagulluar, miliçerin pa kufi. Po përhapet dal nga dal një pluhur si një hije. Në përmale në lëndin shkombinatu shpo bie, duke zbritur që nga qelli për mi fshat po bëhet fije. Ky omazh tregoi se dashuria për poezinë dhe kulturën shqiptare mund të përcillet në mënyra të reja e frymëzuese, duke bashkuar trashëgiminë e të kaluarës me teknologjinë e së ardhmes.